Ai nuk ishte lindur në Kosovë. Por kur Kosova e thirri, Ismet Jashari la pas familjen, jetën në mërgim dhe sigurinë personale për të ardhur në vendin ku po shkruhej historia. Nga Kumanova mbërriti në zemër të Kosovës. Nga një veprimtar i ndjekur nga regjimi, u shndrua në njërin prej komandantëve më emblematik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bashkëluftëtarët e njihnin me një emër që shumë shpejt do të bëhej legjend: Komandant Kumanova. Ai ngriti njësi, fortifikoi pozicione, udhëhoqi rezistencën dhe qëndroi në vijën e parë edhe atëherë kur plagët ende nuk i ishin shëruar. Dhe në fund, me 25 gusht të vitit 1998, u nis drejt pozicioneve armike me një qëllim të vetëm, të mos i linte trupat e bashkëluftëtarëve të rënë në duart e kundërshtarit. Kjo është historia e Ismet Jasharit, komandantit që nuk e pyeti veten se çfarë mund të humbiste, por çfarë mund t'i jepte atë dheut. Para se të vazhdojmë, ju ftojmë ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim para publikut historitë e njerëzve që sakrifikuan gjithçka për lirinë që gëzojmë sot. Ismet Jashari u lind me 16 prill të vitit 1967 në fshatin Orizare të Kumanovës. Ishte i biri Jashar dhe Nurie Jasharit, një familje shqiptare që kishte ndjerë drejt për drejt presionin e regjimit jugoslav. Dy vëllezërit e tij më të mëdhenj, Xhemailiu dhe Murati, ishin arrestuar dhe dënuar për shkak të mbështetjes së kërkesave të shqiptarëve të Kosovës, të shprehura gjatë demonstratave të vitit 1981. Në atë kohë, regjimi nuk ndëshkonte vetëm individin, ndëshkonte familjen, emrin, ndëshkonte edhe fëmijët që guxonin të ëndërronin ndryshe. Ismeti ishte regjistruar në gjimnazin e Kumanovës në vitin 1982. Ishte nxënës i zellshëm, i etur për dije dhe i interesuar për zhvillimet politike që preknin shqiptarët. Por qëndrimet adhetare të familjes së tij nuk kaluan pa pasoja. Drejtoria e shkollës vendosi të largonte nga gjimnazi. Ismeti ende nuk kishte mbajtur uniform, nuk kishte drejtuar njësi dhe nuk kishte ngritur pozicione mbrojtëse, megjithatë regjimi tashmë e shihte si rrezik. Përjashtimi nuk e ndali. Ai vazhdoi shkollimin në gjimnazin e Preshevës, duke treguar që në rini një tipar që do ta karakterizonte deri në fund. Ismeti mund të pengohej, por nuk mund të detyrohej të dorëzohej. Gjatë viteve të shkollimit në duart e tij ra shtypi ilegal shqiptar. Përmes tij u njoh më thellë me organizimin politik, pa drejtësitë ndaj shqiptarëve dhe përpjekjet për Republikën e Kosovës. Shumë shpejt u inkuadrua në radhë të lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës. Veprimtaria e tij nuk mbeti pa u vërejtur. Inspektorët e UDB-s nisën ta përcjellnin. Rrethi rreth tij po ngushtohej dhe rreziku i arrestimit po rritej çdo ditë. Për këtë arsye, Ismeti u detyrua të largohej nga vendlindja dhe të vendosej në Zvicër. Por mërgimi për të nuk ishte largim nga çështja kombëtare, ishte vetëm një front tjetër. Në Zvicër vazhdoi aktivitetin adhetar duke mbajtur lidhje të vazhdueshme me vëllezërit Muratin dhe Xhemailiun, si dhe me veprimtar të shumtë shqiptar. Ai përkiste brezit që kishte humbur besimin se Kosova mund të çlirohej vetëm përmes deklaratave politike. Për Ismetin kishte ardhur koha e organizimit konkret, koha e përgatitjes, koha që fjalët të shndruheshin në veprim. Ismet Jashari ishte ndër veprimtarët e parë që morën pjesë në themelimin e fondit Vendlindja Therret. Ky fond do të bëhej një nga shtyllat kryesore të mbështetjes financiare dhe logjistike për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Përmes tij grumbulloheshin mjete, sigurohej pajisje dhe ndihmohej organizimi i rezistencës. Por Ismeti nuk dëshironte të qëndronte përgjithmonë larg Kosovës duke ndihmuar vetëm nga mërgimi. Ai dëshironte të ishte atje, në mesin e njerëzve, luftëtarëve, në vendin ku vendosej fati i atë dheut. Pas epopesë së Prekazit me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, gjithçka ndryshoi.
Sakrifica e familjes Jashari kishte tronditur shqiptarët kudo që jetonin. Për shumë veprimtar, ajo ishte thirrja përfundimtare. Edhe Ismet Jashari nisi përgatitjet për të futur në Kosovë. Më 11 mars 1998, së bashku me Fehmi dhe Gjevlla Drovcin, Bekim Berishën, Fatmir Limajn, Agim Bajramin, Haxhi Shalën, Mirush Dakën dhe veprimtar të tjerë, ai hyn në Kosovë. Grupi arriti në Likoc të Drenicës, ku ndodhej një nga bazat më të rëndësishme të UÇK-s. Për Ismetin nuk kishte më kthim prapa. Me vendim të shtabit të përgjithshëm, ai u caktua në zonën e Llapushës, me detyrën për të zgjeruar, organizuar dhe konsoliduar radhat e UÇK-s. U vendos në shtëpinë e Zejnullah Mazrekut në fshatin Gariq. Aty u bashkua dhe djali i shtëpisë, Nuhi Mazreku, i cili do të qëndronte pranë tij deri në momentet e fundit. Në mars të vitit 98, Ismet Jashari së bashku me Fatmir Limajn, Haxhi Shalën, Sadik Shalën dhe të tjerë formuan njësitin Çeliku me bazë në Kleçk. Bashkëluftëtarët nisën ta thërrisnin sipas vendit prej nga vinte, Kumanova. Por ky emër nuk mbeti thjesht pseudonim. Me kalimin e muajve, ai u bë simbol i disiplinës, guximit dhe vendosmërisë. Në prill të vitit 98, gjatë kthimit nga një detyrë në Dugagjin, Ismeti ra në prit të forcave serbe, tek vendi i quajtur Guri i Zi, ndërmjet Voljakës dhe Çupevës së Klinës. U plagos në të dyja këmbët. Për shumë njerëz, plagët e tilla do të nënkuptonin tërheqje të gjatë dhe pushim, por jo për Ismet Jasharin. Më 9 maj 98, edhe pse ende nuk ishte shëruar plotësisht, ai mori pjesë në vendosjen e kontrollit në grykën e Llapushnikut. Kjo pikë kishte rëndësi të jashtëzakonshme strategjike. Përmes saj kontrollohej një nga drejtimet kryesore që lidhte zonat e Drenicës me pjesët e tjera të Kosovës. Llapushniku shndrua në një pengesë të fuqishme për forcat serbe dhe qëndroi nën kontrollin e UÇK-s deri më 27 korrik 1998. Pas konsolidimit të grykës së Llapushnikut, Ismet Jashari dhe bashkëluftëtarët e tij u përqendruan edhe në qafën e Dulës dhe grykën e Caralevës. Zona ishte e gjerë, rrugët ishin të vështira, pozicionet duhej të mbaheshin me pak njerëz, pak pajisje dhe nën presion të vazhdueshëm. Por komandant Kumanova nuk priste që dikush tjetër ta bënte punën. Ai lëvizte nga një pikë në tjetrën, organizonte luftëtarët, vëzhgonte terrenin, përforconte pozicionet. Në bashkëpunim me Fatmir Limajn, komandant Çelikun, Haxhi Shalën, komandant Topin, Shukri Pujen, komandant Sokolin dhe shumë luftëtarë të tjerë u përforcuan pozicionet nga Llapushniku deri në qafën e Dulës, nga Arllati deri në Blac dhe nga Komorani deri në Blinaj. Më 17 qershor 1998, pas përballjeve në grykën e Caralevës, njësitë jugoslave u përpoqën të deportonin në drejtim të Luzhnicës. Ismet Jashari udhëhoqi kundër sulmin. Forcat serbe u detyruan të ktheheshin në pozicionet e tyre, ndërsa pika e Luzhnicës u përforcua dhe u shndrua në një nga pozicionet më të rëndësishme të UÇK-s. Deri në fund të qershorit, pozicionet në Caralev, Zborc, Blinaj, Fushtic, Tërpez dhe Blac ishin fortifikuar. Në atë periudhë, Malisheva ishte shndruar në një lloj kryeqendre të zonave të kontrolluara nga UÇK-ja. Aty lëviznin luftëtarët, organizoheshin njësitet, strehohej popullsia e zhvendosur dhe në shumë prej pikave kryesore gjendej emri i komandant Kumanovës. Në gusht të vitit 98, Ismeti përforcoi pozicionet përgjatë rrugës Saralev-Duhël. Së bashku me Jetullah Qarin, të njohur si komandant Guri, veproi kundër njësive serbe në pika strategjike si shtëpia e Pylltarit, ura e Sahitit dhe në drejtim të hyrjes së fshatit Belinc. Emri i tij tashmë ishte përhapur përtej Llapushës. Ushtarët e rinj e shihnin si shembull. Popullsia e njihte si komandantin që vinte nga Kumanova, por që Kosovën e kishte pranuar si përgjegjësi të tij personale. Prania e luftëtarëve nga Kumanova, Tetova dhe viset e tjera shqiptare kishte rëndësi të jashtëzakonshme morale. Ai tregonte se përpjekja për liri nuk i përkiste vetëm një fshati, një komune apo një krahine. Ajo i përkiste të gjithë shqiptarëve.
Në ditët e fundit të gushtit, forcat serbe përgatitën një ofensiv të madhe në drejtim të Kleçkës, ku ndodhej edhe shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Një nga rrugat kryesore të depërtimit kalonte përmes pozicioneve të Ismet Jasharit në Bajrak të Luzhnicës. Nëse kjo pikë do të binte, rruga drejt Kleçkës do të hapej. Komandant Kumanova e kuptonte rëndësinë e atij pozicioni. Më 23 gusht nisi granatimi i rënd. Pozicionet u goditën vazhdimisht, ndërsa forcat serbe përpiqeshin të qanin vijën mbrojtëse. Por Bajraku nuk po binte. Në krye të rezistencës qëndronte Ismet Jashari. Ai nuk drejtonte nga prapa, nuk i dërgonte të tjerat në vendin ku vetë nuk guxonte të shkonte. Ai ishte në ballë pranë ushtarave të tij. Më 24 gusht goditjet u intensifikuan. Përdoreshin topat e kalibrave të mëdhenj dhe raketa tok-tok. Bunkerët po përfshiheshin nga flakët, por luftëtarët vazhdonin të qëndronin. Në mbrëmje, njësitë të UÇK-s depërtuan thellë në pozicionet kundërshtare. Megjithatë, gjatë tërheqjes, Ganika Strati dhe Afrim Buçaj nuk arritën të ktheheshin. Trupat e tyre kishin mbetur në zonën e kontrolluar nga forcat serbe. Ismet Jashari nuk mund të pranonte këtë. Në mëngjesin e hershëm të 25 gushtit, ai organizoi një kundërsulm të befasishëm. Qëllimi ishte i qartë, të merreshin trupat e bashkëluftëtarëve të tyre. Ai mund të kishte qëndruar në pozicionin e sigurt, por komandant Kumanova nuk kishte njeri që i linte shokët pas. Pas disa orësh përballjeje nga një distancë e afërt në Luzhnicë, Ismet Jashari ra në altarin e Adheut. Pranë tij humbën jetën edhe Nuhim Azreku dhe Habib Zogaj. Komandanti që kishte ardhur nga Kumanova për të mbrojtur Kosovën e përfundoi rrugëtimin duke u përpjekur të kthente pranë shokëve trupat e ushtarëve të tij. Ai ishte vetëm 31 vjeç, por brenda atyre 31 viteve kishte jetuar sa për disa jetë. Kishte përjetuar përndjekjen, mërgimin, organizimin ilegal, kthimin atë plagët, përgjegjësinë e komandës dhe në fund sakrificën më të madhe. Forcat serbe i larguan trupat e dëshmorëve dhe i dërguan në afërsi të Shirokës së Therandës në përpjekje për t'u humbur gjurmët. Në dhjetor të vitit 98, bashkëluftëtarët ndërmorën një aksion dhe arritën të tërhiqnin trupat e 5 dëshmorëve. Ata u varrosën me nderime ushtarake në Kleçkë. Sot, Ismet Jashari prehet në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Kleçkë pranë 10 bashkëluftëtarëve të brigadës 121, e cila më vonë mori emrin e tij. Pas vetës la bashkëshortën dhe 5 vajza, por la edhe një trashëgimi që nuk kufizohej vetëm tek familja. Në vitin 2001, emrin Ismet Jashari Kumanova e mori edhe brigada 113 e ushtrisë çlirimtare kombëtare, e cila veproi në rajonin e Kumanovës. Emrin e tij e mbajti me krenari dhe brigada 313 e trupave mbrojtëse të Kosovës në Malishev. Në Prizren, pranë ndërtesës historike të lidhjes shqiptare të Prizrenit, u ngrit shtatorja e komandant Kumanovës. Ismet Jashari nuk ishte vetëm një komandant i ardhur nga Kumanova. Ai ishte dëshmi se kufit administrativ nuk mund të ndanin një popull që ndjente të njëjtën dhimbje dhe ëndërronte të njëjtën liri. Ai erdhi nga Orizarja dhe u bë komandant në Llapush. U plagos, por u kthye në pozicione. U përball me ofensiva të fuqishme, por nuk e praktisi vijën. Dhe në mëngjesin e fundit të jetës, nuk u nis për të shpëtuar veten, u nis për t'i kthyer shokët. Sot, emri komandant Kumanova nuk është vetëm emri një brigade, një rruge apo një shtatoreje. Është emri i një njeriu që shndroi dashurinë për kombin në një vepër. Po ju, çfarë mendoni se e bën figurën e Ismet Jasharit kaq të veçantë në historinë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Shkruajeni mendimin tuaj në komente dhe ndajeni këtë histori në mënyrë që emri dhe sakrifica e komandant Kumanovës të njihen edhe nga brezat e rinj. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.